Ju jeni media kriminale të vrasësve me pagesë. Kjo është fjalia që nxori nga goja Sami Kurteshi i vetëvendosjes, përfaqësuesi i kësaj partie në KQZ muaj më parë ndaj Gazetës Nacionale, e cila ishte duke përcjell procesin e rinumrimit të votave me postë, ku në qendrën e numrimit veç tjerave ishte edhe zyrtari i vetëvendosjes në KQZ Sami Kurteshi. Do të qenë atje, flasin, jo këshyre, jo anim ne. Gërdi media është atje, largonu. Pra ashtu si që bën për herë, antari i vetëvendosjes në KQZ, i njohur për sjelljet e tij skandaloze, ka eskaluar në gjuhë ndaj gazetarëve, mediave dhe Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Në një postim në rrjetin social, Kurteshi ka përdorur gjuhë teje të tmerrshme. Reagimet ndaj tij kanë qenë të menjëhershëm. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Evropiane të Gazetarëve, Ricardo Gutierrez, i është drejtuar me një letër të hapur kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, duke e thirrur që menjëherë të ndalë fushatën e njollosjes ndaj gazetarëve që po zhvillohet nga një antar i partisë së tij. Ky reagim erdhi pas deklarimeve të Sami Kurteshit, i cili ka përshkruar Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës si një aleancë të grupeve kriminale. Sipas tij, një krahasim i tillë është skandaloz dhe i padenjë dhe përbën sulm ndaj një organizate të respektuar evropiane të gazetarëve. Pas përdorimit të gjuhës së tmerrshme nga Kurteshi, reagoi edhe Bashkimi Evropian në Kosovë, ku e dënoi sulmin ndaj AGK-s dhe mediave. Reagimet ndaj Sami Kurteshit ishin të shumta, si ai kryetarit të AGK-s Xhemail Rexha, juristës së medias Flutra Kusari e shumë të tjerë. Por vetëm lëvizja vetëvendosje nuk e mori mundin të reagojë e të thotë ndonjë fjalë për këtë.